Të rezultat negativ që shënoi shteti i Kosovës në këtë test, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka akuzuar pikërisht qeverinë, pjesës së cilës është edhe ministri Arbria Nagavci. Ai thotë se analfabetizmi qeveritar po prek shkollat në Kosovë, ku sipas tij në testin PISA, Kosova renditet më keq se në vitin 2014 e në 2018. Ai shton se sot u konfirmua rënja e thellë e rezultateve të nxënësve në Kosovë në këtë test, në veçanti në lexim, matematikë dhe shkencë. Krasniqi është mendimi se qeveria aktuale asnjëherë nuk e ka pasur për qëllim reformën arsimore. Derisa ish ministri i arsimit Hikmeti Bajrami thotë se renditja e Kosovës në vendin e 76 në testin PISA ka qenë e pritshme, marr parasysh këtu fakti se në 3 vitet e fundit, thotë ajo, viti shkollor në Kosovë ka nisur me 1 muaj vonesë. Ajo pafaj nuk e las pasardhësen e saj në këtë detyrë, duke akuzuar për shkelje të kushtetutës e për konflikt të hapur me sindikatën e arsimit.